Në kasafortën e vjetër të mbulluar me pluhur, gjetën një zarf me shkronja të driduara. Brenda ishte letra e fundit e Gaço Çakos, shkruar me dorë që mezi mbante stilolapsin. Nëse më ndodh diçka, dini se nuk ishte aksident, leksoi në rreshtin e parë. Këtë letër familja e fsheu për 5 vjet. Pse? Sepse ajo përmendja emra njerëzish që ende ecnin lishëm nëpër Tiranë, njerëzish që kishin qenë miq të tij. Por çfarë i detyroi legjendën të shkruante testament frike në errësirën e natës? Çfarë trembi aq shumë sa dora i dridhej? Dhe pse pikërisht 72 orë para se zemra t'i ndalej? Kjo letër nuk ishte llamtumir, ishte akuzë, ishte dëshmi, ishte thirrje për ndihmë që erdhi shumë vonë. Sot, për herë të parë, ne do t'ju tregojmë çfarë shkruhej në ato faqe të verdha të një llosura me lot. Do të zbulojmë se kush e vizitoi atë natë, do të përmendim emra që do t'ju ngrinë gjakun. Sepse vdekja e Gaço Çakos nuk ishte natyrale. Ishte përfundimi i një shantazi që kishte filluar shumë më herët. Ishte çmimi i famës në një botë që kishte harruar se ai ishte njeri, jo makinë, për të prodhuar para. Kur Gaço Çako vdiq më 1 gusht 2018, në llogaritë e tij bankare nuk ishte asgjë, zero absolut. Aktore gazetar i ran në kokë duke akuzuar për shpenzime të pakontrolluara, por askush nuk pyeti pyetjen e vërtetë. Ku shkuan ato miliona? Sepse Gaço kishte fituar para, shumë para. Në vitet 80, ai ishte tenori kryesor i teatrit të operas dhe baletit, zëri më i dashur i Shqipërisë. Çdo performancë e tij mbushte teatrin deri në fund. Në kohën kur një inxhinier merrte 500 lekë në muaj, Gaço merrte 10 herë më shumë për një rol të vetëm. Shtëpia e tij në blok ishte dhuratë personale nga Enver Hoxha. Makinën e kishte sjellë nga Gjermania, privilegj që vetëm 5 aktorë në Shqipëri e kishin. Por pas rënies së regjimit, ai u bë viktimë e kaosit, viktimë e njerëzve që e shihnin si kasafort me këmbë. Në vitin 2015, ku Shqipëria ishte mbushur me spekulatorë dhe reketier, Gaço u detyrua të shes shtëpinë. Jo sepse donte, por sepse i erdhi një letër. Letra pa firmë, por me kërcënim konkret. $10,000 brenda një jave, ose familja jote do të pësoj. Ai nuk shkoi te policia. Të gjithë e dinin se policia e asaj kohe ishte e korruptuar deri në palc. Në vend të kësaj, ai thiri mikun e tij më të besuar, producentin që e kishte bërë të famshëm. Më duhen para urgjente, i tha Gaço atë mbrëmje, sipas dëshmisë së shoferit personal. Producenti erdhi, por nuk erdhi vetëm. Erdhi me një shok, një njeri që askush nuk e njihte, një investitor siç e prezantoi. Ky investitor i ofroi zgjidhje, të shes shtëpinë në çmim shumë më të ulët se vlera reale dhe ai do të merrte komision. Gaço nuk kishte zgjedhje, pranoi. Por ata dollar që mori për shtëpinë nuk i shkuan në xhep, shkuan drejt tek kërcënuesit. Dhe kërcënuesi, sipas dëshmive të paverifikuara, ai ishte njeri nga rreth i ngushtë i vet producentit. Sipas dëshmive të familjes, kjo dukej si kurthi organizuar, por ai ishte vërtet kështu. Dokumentat nuk japin përgjigje të qarta. Gaço u zhvesh nga pasuria duke menduar se po shpëtonte familjen, por në të vërtet, ai po ushqente kafshën që do ta hante gjallë. Pas shitjes së shtëpisë, Gaço dhe familja u shpëngulen në një apartament të vogël në lagjen e vjetër të Tiranës. Ai nuk ankohej. Në intervista të pakta që dha, buzëqeshte dhe thoshte: "Jeta është ndryshe tani, por unë jam njeri i thjeshtë." Por në privat, sipas fqinjve, ai nuk ishte më i njëjti. Shikimi i tij ishte i zbrazët. Duart i dridheshin gjithmonë edhe kur pinte ujë. Një mbrëmje, në korrik të vitit 1997, një fqinje e dëgjoi duke bërtitur në telefon. "Unë nuk kam më gjë, çfarë doni tani, gjakun tim?" Disa sekonda heshtje, pastaj një rrokje e fortë sikur dikush e kishte goditur. Gruaja e tij doli në korridorin e ndërtesës duke qarë. Kur fqinjet e pyetën, ajo tha vetëm: po e vrasin, por ngadalë." Çfarë ndodhi atë mbrëmje? Kush ishte në telefon? Dhe pse askush nuk thirri policinë? Këto janë pyetje që marrin përgjigje sot, 30 vjet më vonë, ku dëshmitar fillojnë të flasin pa frikë. Një ish punonjës i bankës ku Gaço kishte llogari, thotë se në shtator të vitit 1997, ai erdhi për të tërhequr të gjitha kursimet e mbetura. Ishin vetëm $3,000. Ai nxori të gjitha në kesh, i vuri në një qese plastike dhe u largua me hapa të ngadaltë. Punonjësi kujtoi se buzët i ishin të qara, sikur nuk ishte pirë ujë për ditë. Syt i ishin të kuq. "Zoti Çako, a jeni mirë?" e pyeti punonjësi. Gaço nuk ju përgjigj,
vetëm ktheu kokën dhe tha: "Faleminderit që nuk më pyete ku po ecoj." 3 ditë më vonë, ai u shfaq në një kafene të vjetër pranë pazarit të ri. Atu e priste një burr me xhaketë lëkure dhe syze e rrëta. Dëshmitar thënë se Gako i dha qesen. Burri e hapi, numroi parat dhe pa thënë asnjë fjalë u ngrit dhe u largua. Gaço mbeti ullur atje për 4 orë të tëra, duke parë tavolinën bosh përpara tij. Nuk piu asgjë, nuk foli me askënd, vetëm shikonte në zbrazdi, sikur shpirti i kishte ikur bashkë me ato dollar. Të gjithë mendonin se pas asaj pagese ai do të lirohej, por në realitet shantazi sapo kishte filluar fazën e dytë. Në janar të vitit 1998, Gaço mori një thirrje tjetër. Këtë herë kërkoheshin $5.000 të tjera. Nga do t'i gjente? Ai nuk ishte asgjë. Tentoi të kërkojë ndihmë nga miq të vjetër, nga kolega artist, por shumica ose nuk ju përgjigjen, ose i thanë: "Na vjen keq, por edhe ne jemi në telashe." Vetëm një person erdhi në ndihmë, djali i tij Piro Çako. Ai përpiqej të ndihmonte, por që i kishte dhuruar nëna e saj, ari i trashëguar nga gjysha. Mblodhi $3.500, i dha babait pa thënë asnjë fjalë. Gako qau atë natë. Qau si fëmijë sipas fëmijëve që dëgjuan zërin e tij përmes mureve të holla. Ai dinte se po sakrifikonte fëmijët, dinte se ishte i pafuqishëm. Dhe ky ndjenjë pafuqishmërisë, ky turp e hëngri nga brenda më shumë se çdo smundje. Por parat nuk mjaftonin kurrë, sepse kërcënuesit nuk donin vetëm para, ata donin ta poshtëronin, donin të shihnin se si një ikonë një epoke thihej copa-copa. Në shkurt të vitit 1998, Gaço u detyrua të kërkojë hua nga një kamatar lokal, njëri i njohur në lagje, që jepte para me interes 20% në muaj. Gaço mori $2.000, por brenda 3 muajsh borxhi u bë 4.000. Ai nuk ishte se si t'i ktente. Kamatariu filloi të vinte në shtëpi, filloi të kërcënonte gruan e tij, filloi të fliste për vajzat. "Gaço, ti ke 2 vajza të bukura, ato mund të punojnë për mua", i tha një herë kamatariu, sipas dëshmisë së fëmijëve që dëgjuan zërat e ngritura. Kjo ishte pika kur Gaço theu. Kjo ishte momenti kur ai kuptoi se nuk po shpëtonte askënd. Ai po i fuste në ferr. Në mars të vitit 1998, Gaço u ul dhe shkroi atë letër. Letra që u gjet 30 vjet më vonë. Në të ai përmendja emra të prodhuesve, emra të kamatarive, emra të miqve që e tradëtuan. Ai shkroi: "Nëse më ndodh diçka, dini se nuk ishte aksidenti. Ata më detyruan, ata më zhveshën, ata më morën gjithçka, dhe tani duan edhe shpirtin." Ai e fshiu letrën në një xarf të vjetër, e vullosi dhe ja dha bashkëshortes së tij. "Mos e hap derisa unë të mos jem më këtu", i tha. Ajo nuk kuptoi atë botë çfarë donte të thoshte, por e kuptoi 3 ditë më vonë, kur Gaço nuk u zgjua më. Por si arriti vërtet dikush t'i atuinte shpinën legjendës që kishte rezistuar edhe diktaturës? Përgjigja qëndron në një sistem të fshehtë që funksiononte në hije. Në vitet 90, pas rënies së komunizmit, Shqipëria u bë një teren i egër për grykës. Nxjerrës të lidhur me shërbimet sekrete, ish ushtarak, figura të botës së errët, filluan të organizoheshin në rrjete. Këto rrjete nuk punonin vetëm me dhunë fizike, ato punonin me frikë psikologjike, me informacion, me shantazh. Dhe Gaço Çako ishte shenjestra perfekte. Pse? Sepse ai kishte pasur privilegje në regjim, sepse kishte pasur para, sepse kishte qenë i dashur nga populli. Dhe në një kohë kur populli ishte i mërzitur dhe i tradhtuar, çdo simbol i së shkuarës ishte i cenueshëm. Një burim i afërt me familjen tregon se në vjeshtën e vitit 1993, Gaço mori një vizitë të papritur. Ishin 2 burra, të veshur me kostume të shtrenjta, me syze të errta, edhe pse ishte mbrëmje. Ata i thanë se përfaqësonin një organizatë investimesh dhe donin të investonin në projektet e tij artistike. Gaço, i thjesht dhe naive, u gëzua. Mendoi se kjo ishte shansi i tij për t'u rikthyer në skenë. Ai nënshkroi një kontratë. Por ajo kontratë nuk ishte për investime. Ishte një kurthi ligjor që detyronte të kthente shuma marramëndse brenda 3 vjetësh. Kur Gaço kuptoi mashtrimin, ishte shumë vonë. Ai shkoi tek avokati i tij i vjetër, një mik nga koha e regjimit. Por avokati ja ktheu dokumentet dhe i tha: "Gaço, më vjen keq, nuk mund të bëj gjë. Këta njerëz janë të lidhur me njerëz shumë më lart. Nëse ti flet, do të ndodhë diçka." Gaço doli nga zyra e avokatit dhe ecte nëpër rrugët e Tiranës për orë të tëra. Njerëzit e njihnin, përshëndesnin, por ai nuk i shihte. Ai shihte vetëm errësirën që po e gëlltiste. Gjatë asaj periudhe, Gaço tentoi të gjejë ndihmë nga institucione zyrtare. Shkoi në polici,
por policia e asaj kohe ishte e papërshtatshme për luftën kundër krimit të organizuar. Një oficer policie, që flet anonim sot, tregon se dosja e Gaço Çakos u regjistrua, por nuk u hetua kurrë. Na u tha të mos e preknim, na erdhi udhëzim nga lart, thot ky oficer. Kush dha këtë udhëzim? Çfarë forca po e mbrojti rrjetin që po ngrinte legjendën nga piedestali në Humner? Këto janë pyetje që ende nuk kanë përgjigje zyrtare. Por dëshmi jo zyrtare flasin për një listë të zezë që qarkullonte në rrjete të caktuara. Një listë me emra njerëzish që konsideroheshin të gatshëm për shfrytëzim. Në atë listë, sipas burimeve, ishte edhe Gaço Çako. Jo sepse kishte bërë krim, por sepse ishte i njohur, i dobët psikologjikisht pas traumave të periudhës së tranzicionit, dhe kishte fëmijë. Këto tre elemente e bënin atë një pre të përkryer. Por një element ende më i errët del në pah kur shqyrtojmë lidhjet e atyre që e rretuam. Një nga producent që ndihmoi të shiste shtëpinë, më vonë u arrestua për mashtrim dhe pastrim parash, por ai u lirua pas vetëm 6 muajsh. Kush e nxori? Kush paguai kaucion? Këto pyetje nuk u përgjigjen kurrë. Edhe më shqetësuese është se ky prodhues, brenda 2 vjetëve pas lirimit, hapi një kompani ndërtimi që fitoi tendra qeveritare në vlerë miliona dollarësh. Nga erdhi kapitali filjestar, askush nuk pyeti. Por njerëz që ishin afër Gaços në ato vite, thanë se ata parat që u morën nga shitja e shtëpisë së Gaços nuk shkuan në xhepat e kamatarive të ulët. Ato shkuan më lart, shumë më lart. Në duar njerëzish që ndërtonin perandorin mbi gjëmat e legjendave të rëna. Gaço tentoi të flasë publikisht. Në janar të vitit 1997, ai dha një intervistë për një televizion lokal. Intervista duhet të zgjaste 30 minuta, por transmetimi u ndërpre pas 10 minutash. Arsyeja zyrtare ishte probleme teknike, por tekniket e asaj stacioni që flasin sot thonë se morën një telefon. Një zë mashkullor i kërcënoi drejtorin e stacionit. Nëse Gaço vazhdon të flasë, stacioni juaj mbyllet nesër. Drejtori dha urdhër të pritet transmetimi. Gaço mbeti në studio, i ngrirë, duke parë ekranin që kishte u bë i zi. Ai kuptoi atë moment se zëri i tij ishte shtupur, që askush nuk do t'ia dëgjonte, që ai ishte i vetëm. Kjo izolim psikologjik është një nga armët më të forta të shantazhit sistematik. Kur një njeri e kupton se askush nuk do ta ndihmojë, se të gjithë janë ose të friksuar ose pjesë e sistemit që po e shtyp, ai tujen nga brenda. Gaço filloi të shfaqte shenja të depresionit të thellë. Ai nuk dëshironte të dilte nga shtëpia, nuk dëshironte të fliste. Fëmijët e tij përpiqeshin ta inkurajonin, por ai vetëm buzëqeshte trisht dhe thoshte: "Ju jeni e ardhmja, unë jam e kaluara, dhe e kaluara në këtë vend nuk ka vend." Kjo frazë e përsëritur nga vajza e tij më e vogël është një nga dëshmitë më të rënditëse të gjendjes së tij mendore në ato muaj të fundit. Por historia bëhet edhe më e errët kur zbulojmë se Gaço nuk ishte i vetmi artist që po kërcënohej. Në të njëjtën periudhë, të paktën 3 figura të tjera të kinematografisë shqiptare kaluan përvoja të ngjashme. Njëri prej tyre, një regjisor i famshëm, u largua nga Shqipëria në mes të natës dhe nuk u kthye kurrë. Para largjimit, ai I tha një miku: "Ata po na gjuajnë një nga një, fama jon është mishi tyre." Një tjetër, një aktore e njohur, u gjete vdekur në shtëpinë e saj në kushte të dyshimta. Raporti mjekësor tha sulm në zemër, por familja këmbënguli se ajo ishte e shëndetshme dhe kishte kalluar kontroll mjekësor vetëm një javë më parë. Asnjë hetim I vërtet nuk u krye, dosja u mbyll shpejt. Këto vdekje dhe largjime të papritura krijojnë një model që tregon se jo vetëm Gaço, por një brez I tërë I artistëve u bë viktime një sistemi parazitar që I shihte ata si burime parash, jo si qenie njerëzore me dinjitet dhe histori. Por pyetja e vërtet që na djeg gjuhën është: kush dirigjonte këtë orkestër të errët? Kush ishte truri që koordinoi këtë shkatërim të organizuar të simboleve kombëtare? Deri më sot, askush nuk është arrestuar, askush nuk është dënuar. Asnjë nga emrat që Gaço shkroi në letrën e tij të fundit nuk është thirrur në gjykat. Pse? Sepse drejtësia në Shqipërinë e viteteve 90 ishte një farsë organizuar për të mbrojtur të fortit dhe të sakrifikuar të dobëtin. Dhe Gaço Çako, heroi I ekranit, luftëtari I skenës, bëhej viktima më simbolike e kësaj padrejtësie. Por ka një dimension tjetër në këtë tragjedi që rrallë diskutohet, dimensioni shpirtëror. Gaço Çako ishte njeri I thellë fetar, megjithse nuk fliste shumë publikisht për këtë. Ai kishte lindur në një familje që ruante traditat e vjetra ortodokse. Në kohën e komunizmit, feja ishte ndaluar, por ai e ruajti në heshtje. Mbante një ikon të vogël të Shëngjergjit të fshehur në sishtarinë e dhomës së gjumit.
Çdo mbrëmje para se të flinte, ai ndalte përpara kësaj ikone dhe përshpëriste një lutje të shkurtër. Gruaja e tij tregon se në vitet e fundit, këto lutje u bën më të gjata, më të dëshpëruara. Ai nuk lutej për shpëtim, ai lutej për forcë që të rezistonte, thot ajo. Në vjetor të vitit 1997, Gaço vizitoi një manastir të vjetër jashtë Tiranës. Ai shkoi vetëm, pa ja thënë askujt. Megjithatë, një murg që e pa atë ditë, kujton se Gaço qëndroi në kapel për mbi 2 orë. Qiriri që ndezi para ikonës së Krishtit e dogji dorën, por ai nuk e lëvizi, vetëm qante në heshtje, thot murgu. Kur u ngrit për të dalë, më tha: "Ati im, a mund Zoti të falë një njeri që nuk mundi të mbrojë familjen e vet?" Unë i thash se Zoti falë gjithçka, por ai tundi kokën dhe tha: "Unë nuk mund të falë veten time." Kjo dëshmi zbulon thellësinë e vuajtjes së Gaços. Nuk ishte vetëm frika fizike, por ishte një krizë shpirtërore e plotë. Ai ndjente se kishte dështuar jo vetëm si baba, por edhe si burr, si simbol, si njeri. Në kulturën shqiptare, nderi dhe dinjiteti janë vlera themelore. Për Gaçon, të pranoje se ishte i pafuqishëm, ishte më e dhimbshme se çdo kërcënim fizik. Ai nuk mund t'ua tregonte fëmijëve të vërtetën e plotë. Ai nuk mund t'ia shpjegonte gruas se pse çdo javë vinin njerëz të huaj në derë dhe ai jepte para. Ai u tha se ishte për investime, se do të kthehen shumë fishuar. Por thellë në zemër, ai dinte se po gënjente, dhe kjo gënjeshtër e konsumoi nga brenda. Një fqinje që kishte qenë e afërt me familjen tregon një skenë që e pa nga dritarja e saj një mbrëmje. Gaço ishte ullur në balkon me kokën në duar duke parë qiellin. Ishte dimër dhe ai nuk kishte as xhaketë. Qëndroi aty për orë të tëra, nuk lëvizte. Vetëm shikonte yjet, thot ajo. Më dukte sikur po kërkonte diçka atje lart, po kërkonte përgjigje që ky botë nuk ja jepte dot. Dhe pastaj erdhi letra e fundit, ajo letër që shkroi në errësirën e natës. Letra që i drejtohet atyre që do të lexojnë këto fjalë kur unë të mos jem më. Në këtë letër, Gaço nuk shkroi vetëm emra, ai shkroi edhe emocione. Ai shkroi turpin, mërzinë, dashurinë për familjen dhe urrëtitjen për vetveten që nuk mundi të bënte më shumë. Një fragment që u rrjedh shtypit leksoi kështu: "Unë nuk jam hero. Heron ishin ata që rezistuan. Unë thjesht u teva. Por ju lutem, mos i lini fëmijët e mi të mendojnë se babai i tyre ishte i dobët. Babai i tyre u përball me demon që nuk mund të shiheshin, por që mund të ndiheshin çdo ditë në derën e shtëpisë." Këto fjalë janë dëshmi e fundit e një njeriu që u mundua të mbrojë familjen deri në frymën e fundit, edhe kur dinte se po humbiste betejën. Por letër ka edhe pjesë më të errta, pjesë ku Gaço shkruan për një vizitë specifike që pati 3 ditë para vdekjes. Ai shkruan: "Erdhi një burr që e njiha nga vitet e diktatorës. Ai kishte qenë oficer i sigurimit. Unë e kisha parë disa herë në kulisat të teatrit duke monitoruar artistët. Ai nuk më ka dashur kurrë. Dhe tani, ai ishte ai që më kërkonte para. Ai më tha: Gaço, ti ke ende diçka që mund të jap." I thash se nuk kam asgjë. Ai buzëqeshi dhe tha: "Ke emrin tënd, dhe emri yt vlen shumë. Firmos këtë dokument dhe ne do të largohemi." Dokumenti ishte për t'i transferuar të drejtat e të gjitha filmave të mia një kompanie private. Unë refuzova. Ai më tha: "Atëherë do të paguash me mënyrë tjetër." Dhe doli. Kjo pjesë e letrës është bomba, sepse ajo nënkupton se shantazhi nuk ishte vetëm për para, por ishte për të kontrolluar trashëgiminë e Gaço Çakos. Ishte për të grabitur të drejtat intelektuale, për të komercializuar emrin e tij pas vdekjes. Dhe kjo nuk është vetëm spekulim. Dokumentat të gjetur në regjistrate e kompanive tregojnë se një kompani e panjohur mori të drejtat e disa filmave të Gaços vetëm pak muaj pas vdekjes së tij. Si? Kush firmos? Kush autorizoi këtë transfer? Familja mohon se ka firmosur diçka. Avokati i familjes thot se ka dokumente me firma të falsifikuara, por hetimi nuk ka shkuar asgjë kundi. Dosja është mbyllur me shënimin mungojnë prova. Dhe kështu, jo vetëm parat, por edhe trashëgimi artistike e Gaço Çakos u vjedhen. Jo nga vjedhjes të thjesht rruge, por nga njerëz me lidhje, me kontrate, me avokat, me korrupsion të strukturuar. Ky është krimi i përsosur. Të vjedhësh një njeri në dritë të ditës, me firma dhe protokolle, dhe askush të mos të pyes asgjë. Dhe kur ai njeri përpiqet të flas, ta heshtësh përmes kërcënimeve. Dhe kur ai njeri shkruan të vërtetën, ta fshehtë atë letër për 30 vjet. Gaço Çako u mor gjithçka, dhe më në fund, kur mu kishte më asgjë për t'i dhënë, a e morën edhe jetën. Mjekët tanë se ishte zemra, por ata që e njihnin pyesin:
A mund një zemër të tyjet nga dhimbja aq sa të ndaloj së rrahuri? Me shpresë të humbur, me zemër që ndaloj së rrahuri jo nga sëmundja, por nga dhimbja. Por historia e Gachos ka edhe një element misterior që shqetëson të gjithë ata që e njohin atë. Në vitin 1988, në kulmin e famës së tij, Gacho vizitoi një fallxore të famshme në një fshat të largët të Shqipërisë. Askush nuk dinte pse shkoi atje. Ai nuk ishte njëri bestutnës për këto gjëra. Por një grua plak nga fshati, që ishte vajza e fallxores, tregon se e kujton atë vizitë shumë mirë. Nëna ime nuk i donte parat që ai solli. Ajo ja ktheu dhe i tha: "Gjali im, unë shoh vetëm atë që Zoti më lë të shoh, dhe ajo që po shoh për ty nuk është për t'u thënë me fjalë." Gacho këmbënguli, ta se donte të dinte. Atëherë nëna ime mori dorën e tij, e pa për shumë kohë, dhe pastaj tha: "Ti do të jesh i madh, por madhësia jote do të bjerë pesh. Do të vijë një kohë kur të gjithë do të duartrokin, por ti do të jesh i vetëm, dhe në fund, ata që do të duken si miq, do të jenë armiq. Ruaj zemrën nga ata që buzëqeshin shumë." Gacho u trondit, u ngrit dhe u largua pa folur. Por nëna ime më tha më vonë se dora e tij dridej kur e preku. "A i dinte që unë po thoja të vërtetën," më tha nana. "Kjo dëshmi, edhe nëse duket si folkloristike, ka një rëndësi të thellë, sepse njerëzit që ishin afër Gachos thënë se ai përshkruante shpesh një ndjesi keqardhje që nuk e linte të flinte. Ai thoshte se ndonjëherë ndjente se po e vështronin nga larg, se dikush po e planifikonte rënien e tij," thot një ish koleg. "Ne mendonim se ishte paranojak, por tani, duke parë prapa, ai kishte të drejtë, ai ndjente këtë. Ndoshta Gacho kishte një ndjeshmëri të veçantë, ose ndoshta thjesht ai kishte parë shumë në jetën e tij në diktaturë që i kishte mësuar se çdo buzëqeshje mund të fshehte një thik. Në çdo rast, ai e dinte se fundi po vinte, dhe në disa mënyrë ai po përgatitej për të. Por përgatitja nuk e bëri më të lehtë. Asgjë nuk e bën më të lehtë të shikosh se familja jote vuan. Asgjë nuk e bën më të lehtë të dish se emri yt që një herë shkëlqente në ekrane kombëtare, tani është bërë peshë që të tërheq poshtë si gur lidhur në qafë." Gacho tentoi të qëndronte dinjitoz. Në datat e rralla kur dilte jashtë, vishej me kostum të vjetër, por të pastër. Ruante mjekrën. Përshëndeste njerëzit me buzëqeshje, por në sytë e tij kishte një trishtim që nuk mund ta fsije. Njerëz që e panë në ato muaj të fundit thonë se ishte si njeriu që ecën drejt fundit të pjerësisë, por po përpiqet të mos vrapoj, por të mbaj kokën lart deri në fund. Dhe në fund, çfarë mbeti prej Gacho Chakos? Një letër e fshehur, një shtëpi e shitur me forcë, një familje e traumatizuar. Dhe pyetje, mira pyetje që ende kërkojnë përgjigje. Kush ishte buri me xhaketat lëkure në ato takimet e errta? Kush ishte oficeri i sigurimit që kërkoi firmat në dokumenta? Kush ishte avokati që i tha mos fol? Kush ishin producentët që ndihmuan duke grabitur? Dhe më e rëndësishmja, pse askush nuk u ndëshkua? Pse drejtësia shqiptare mbyll syt para krimeve që bëhen jo me armë, por me kontrata dhe kërcënime? Këto janë pyetje që brez Shqipërisë së sotme duhet t'i bëj. Sepse historia e Gacho Chakos nuk është vetëm një tragjedi individuale. Është një dëshmi e asaj që ndodh kur një shoqëri humbet vlerat, kur drejtësia bëhet mjeti të fortëve, kur ikonat e së kaluarës bëhen pre të parazitëve që ushqehen me lavdinë e të tjerëve. Gacho Chako dha gjithçka për artin e tij, për publikun e tij, për vendin e tij. Dhe ai vend në momentin e tij më të dobët e tradhtoi. Jo me një plumb, por me heshtje, me indiferencë, me sistem të ndyrë që e la të vdes në errësirë, duke mbajtur ende buzëqeshjen në fytyr për të mos i trembur fëmijët. Por ne nuk do të heshtim. Ne do të vazhdojmë të gërmojmë. Do të vazhdojmë të zbulojmë emra, dokumente, dëshmi. Sepse Gacho Chako meriton drejtësi, edhe nëse vjen 30 vjet me vonesë. Ai meriton që e vërteta të dihet. Ai meriton që fëmijët e tij, niprit e tij, brezat e ardhshëm ta dinë se ai nuk ishte i dobët. Ai ishte i rrethuar nga ujqër që e gërrien derisa nuk mbeti më asgjë veç se kock dhe kujtim. Dhe kështu mbyllet kjo pjesë e parë e historisë. Por kjo nuk është fundi. Kjo është vetëm fillimi i udhëtimit ton në errësirën që e gëlltiti një nga figurat më të dashura të kinemas shqiptare. Në pjesën vijuse, ne do të zbulojmë çfarë ndodhi në ditët e fundit. Do të flasim me njerëzit që ishin aty. Do të lexojmë pjesë të plota të letrës së fundit. Do të identifikojmë emra që ende jetojnë, që ende ecin lirshëm në rrugët e Tiranës. Sepse e vërteta ka një mënyrë për të dalë në dritë edhe kur e kanë varrosur në 30 vjet heshtje. Por çfarë ndodhi me shëndetin e tij të vërtetë? Pse mjekët heshtnin kur pyeteshin? Në arkivat e Spitalit Universitar Nën Tereza
Ekziston një dosje mjekësore që nuk u bë kurrë publike. Dosja e Gaço Çakos, pacient numër 8533. Kur gazetar kërkuan akses në këtë dosje në vitin 1999, ju ta se ishte humbur gjatë riorganizimit të arkivave. Por një infermiere që punoi në atë spital për 35 vjet dhe që tani është në pension, vendosi të flasë. Unë e lexova atë dosje. E mbaj mend sepse ajo që shkruhej atje nuk përputhej me ato që na thuhej të themi, tregon ajo duke ullur zërin. Gaço kishte probleme serioze me zemrën që nga viti 2017. Ai kishte pësuar një infarkt të vogël, por askush nuk e dinte. Mjekët ja kishin thënë qartë: ndalloni punën, ndalloni stresin, ose do të keni një të dytë brenda një viti. Por ai nuk ndalloi. Ai nuk mund të ndallonte, sepse nëse ndallonte, nuk do të kishte para për t'u dhënë atyre që kërcënonin. Kjo dëshmi është tronditse. Ajo nënkupton se Gaço po vdiste ngadalë dhe ai e dinte. Por zgjedhja e tij nuk ishte midis jetës dhe vdekjes. Zgjedhja e tij ishte midis vdekjes së tij dhe vdekjes së familjes. Dhe ai zgjodhi të sakrifikojë veten. Infermierja vazhdon. Në mars të vitit 2018, ai erdhi në urgjencë në mes të natës, dukej shumë i dobët, me shëndet të rënduar. Ne e lidhëm me EKG dhe mjeku që ishte në detyrë tha: "Ky njeri duhet të internohet menjëherë. Nëse dal nga ky spital, nuk di sa ditë i ka mbetur." Por Gaço nuk pranoi. Ai tha se duhet të shkonte në shtëpi se po e prisnin. Mjeku u zemrua, i tha se po vepron pa mend. Por Gaço vetëm buzëqeshi trisht dhe tha: "Doktor, unë nuk kam më kohë për të menduar për veten time. Më jepni illace që të hesht dhimbja dhe do të jem mirënjohës." I dhani illace dhe ai doli. U ull në autobus sepse nuk kishte para për taksi dhe shkoi në shtëpi. E pam nga dritarja të largohej duke u mbështetur në mure. Një koleg infermier tha: "Ai po shkon të vdes në shtëpi." Dhe ashtu ndodhi. 5 muaj më vonë, në gusht të vitit 2018, na erdhi lajmi se kishte ndërruar jetë. Kjo histori zbulon një dimension që mediat nuk e raportuan kurrë. Gaço nuk vdiq nga pakujdesja. Ai vdiq sepse zgjodhi të jetonte ditët e fundit jo në spital, por pranë familjes, duke u përpjekur të mbajë iluzionin se gjithçka ishte nën kontroll. Ai vdiq duke u buzëqeshur atyre që donte, ndërkohë që trupi i tij po shkatërrohej nga brenda. Por ka edhe më të keqe. Sipas dëshmive të mbledhura nga familjarë dhe fëmijë, në javët e fundit Gaço nuk po merrte ilaçet siç duhet. Jo sepse nuk donte, por sepse nuk kishte para për t'i blerë. Receta mjekësore kërkonte medikamente që kushtonin rreth $50 në muaj. Për një familje që ishte e zhveshur nga gjithçka, $50 ishin një pasuri e pamundur. Djali i tij Piro përpiqej të merrte para nga miqt, por miqt vet ishin të varfër. Një fëmijë tregon se një ditë Gaço ja ktheu $5 që ajo ja kishte dhuruar. Më tha: "Unë nuk mund t'i marr këto. Ti ke fëmijë që duhet ushqesh." Unë ju përgjigja: "Zoti Çako, por ju jeni sëmur." Ai vetëm tundi kokën dhe tha: "Sëmur jemi të gjithë në këtë vend, disa në trup, disa në shpirt." Kjo refuzim për të pranuar ndihmë ishte tipari i karakterit të tij. Ai kishte qenë gjithmonë njeriu që jepte, jo ai që merrte. Por kjo krenari, ky dinjitet i tepruar, e vrau. Sepse nëse ai do të kishte pranuar ndihmën, nëse do të kishte tyer heshtjen, nëse do të kishte bërtitur publikisht se po vritej nga shantazhist, ndoshta dikush do ta kishte dëgjuar. Ndoshta do të kishte pasur një shans. Por ai zgjodhi heshtjen, dhe heshtja e gëlltiti. Sipas një burimi anonim, disa mjek që e trajtuan refuzojnë të flasin sot. Kur u kërkuam intervista, shumica tanë se nuk mbajnë mend. Disa tanë se nuk mund të komentojnë për arsye ligjore. Një mjek i cili foli anonim tha: "Ne e dinim se çfarë po ndodhte me të, por çfarë mund të bënim? Ne jemi mjek, jo polici. Ne nuk mund ta shpëtonim nga njerëzit që e rretonin, mund vetëm ta mbajmë gjallë për pak ditë më shumë, dhe edhe atë e bëm." Kjo indiferencë institucionale, ky ndjenjë se nuk është puna jon, është një nga sëmundjet më të këqija të shoqërisë shqiptare të asaj kohe. Të gjithë shihnin, por askush nuk vepronte. Të gjithë dinin, por askush nuk fliste. Dhe në këtë heshtje kolektive, një burr po vdiste centimetër pas centimetri, ditë pas dite, pa asnjë shpresë për shpëtim. Por historia bëhet edhe më e ndërlikuar kur zbulojmë se një javë para vdekjes, Gaço pranoi një vizitë në një person që askush nuk e kishte parë më parë. Fqinjet e përshkruajnë si grua e veshur me rroba të shtrenjta, me syze të errta, që hyri në hyrje në orën 8 të mbrëmjes. Ajo qëndroi brenda për rreth gjysmë ore. Kur doli, Gaço e shoqëroi deri në derë. Fqinjet që vështronin nga dritaret e tyre, thanë se e dëgjuan duke i thënë: "Ju lutem, jo akoma, më jepni kohë." Gruaja nuk ju përgjigj, vetëm hypi në një makinë të zezë që po e priste dhe u largua.
Kur gruaja e Gachos e pyeti se kush ishte ajo vizitore, ai tha vetëm, askush i rëndësishëm, dikush që humbi rrugën. Por në letër që Gacho shkroi më vonë, ai përshkruan këtë vizitë ndryshe. Ai shkruan: ajo erdhi për të më kujtuar se koha po mbaron. Ajo nuk foli shumë, vetëm më tregoi një fotografi. Fotografia e djalit tim duke dau nga provat e koncertit. Unë e kuptova menjëherë, ata nuk po kërcënonin më mua. Ata po kërcënonin ato që dua më shumë se jetën time. Kjo pjesë e letrës është një nga më të fortat, sepse ajo tregon se shantazhi kishte arritur kulmin. Nuk ishte më përpara, ishte për terror psikologjik të pastër. Ishte për të thirrë një njeri duke e bërë të ndjejë se çdo gjë që ai do është në rrezik. Por kush ishte kjo grua? Familja nuk e di, policia nuk e hetoi kurrë, por një burim që punoi në shërbimet e inteligjencës gjatë viteve 90 thotë se kjo përshkrim përputet me një figurë të njohur në botën e krimit të organizuar të asaj kohe. Ishte një grua që përdorej për të dorëzuar mesazhe. Ajo nuk ishte kriminale vetë, por punonte për njerëz të fuqishëm. Ajo shkonte te njerëzit që duhej të friksoheshin dhe bënte atë që duhej për t'i friksuar, thot ai. Ne e njihnim atë, po nuk mund ta prekim. Ajo kishte mbrojtje nga lart, shumë lart. Kjo dëshmi, edhe nëse nuk mund të verifikohet plotësisht, përputhet me modelin që po shohim në të gjithë këtë histori, një rrjet i organizuar, i mbrojtur, që funksiononte me pandëshkueshmëri totale. Dhe Gacho Çako ishte vetëm një prej shumë viktimave. Pas asaj vizitohen, Gacho nuk foli më shumë për kërcënime. Ai u mbyll në vetvete. Djali i tij thotë se në ato ditë të fundit, ai kallonte orë të tëra duke shikuar albume fotografish të vjetra. Fotografi nga kur ishte i ri, nga premiera e filmave, nga takime me artistë të tjerë. Ai e prekte çdo fotografi me majën e gishtit, sikur po përpiqej të ktheje atje, thot djali i tij. Një herë pyeta: "Baba, çfarë po mendoni?" Ai më shikoi dhe tha: "Po mendoj se ku e humbëm rrugën, kur u bëm kaq të dobët." Ky pyetje është thelbësore, jo vetëm për Gachon, por për të gjithë shoqërinë shqiptare të periudhës së tranzicionit. Si u bë e mundur që njerëz të tillë, që kishin qenë simbole force dhe kreativiteti, të rrëzoheshin kaq poshtë? Si u bë e mundur që askush të mos ndërhynte? Përgjigja qëndron në shkatërimin e strukturave sociale, në humbjen e solidaritetit, në dominimin e së drejtës së më të fortit mbi të dobëtin. Dhe Gacho, si shumë të tjerë, ishte thjesht kolaterali këtij shkatërrimi. Por ka edhe një dëshmi nga një person tjetër që ishte afër Gachos në ato ditë, grimerja e tij e vjetër, gruaja që e kishte grim për 10 shfaqje në teatrin e operas. Ajo tregon se në dhjetor të vitit 1997, Gacho e thirri në shtëpi. Ai më tha se donte të fliste me dikë që e njihte nga koha e mirë, thot ajo. Kur arrita, e gjeta duke qarë. Nuk ishte as ujë të ngrohtë në shtëpi, por ai nuk ankohej për këtë. Ai më tregoi se çfarë po i bëhej. Më tregoi për kërcënimet, për paratë që kishte dhënë, për frikën që ndjente çdo ditë. Unë nuk dija çfarë të thoja, vetëm e mbajta dorën dhe qava me të. Pastaj më pyeti: "A mendon se do të më kujtojnë kur të mos jem më këtu?" I thash: "Zoti Çako, ju jeni legjend, natyrisht që do t'ju kujtojnë." Ai tundi kokën dhe tha: "Jo, ata do të kujtojnë zërin tim, por nuk do të kujtojnë njeriun. Askush nuk kujon njerëzit, kujtojnë vetëm imazet." Kjo frazë është profetike, sepse sot, kur flasim për Gacho Çakon, çfarë kujtojmë? Kujtojmë performancat, kujtojmë zërin e bukur, kujtojmë filmat, por sa nga ne e dim vujtin e tij të vërtet, sa nga ne e dim se ai vdiq i rrethuar nga kërcënime, i zhveshur nga dinjiteti, duke u përpjekur deri në frymën e fundit të mbrojë familjen. Grimerja vazhdon. Pak para se të largohem, ai më dha një zarf, më tha: "Nëse më ndodh diçka, ja jep këtë gazetës." Unë e mora, por nuk e hapa, e mbajta për 20 vjet, dhe kur e hapa më në fund, brenda ishte një listë. Sipas dëshmive, në atë zarf ishte një listë me emra që ai besonte se e kishin tradhtuar, që e kishin shfrytzuar. Disa nga ato emra janë të njohur edhe sot, disa janë bërë të pasur, disa janë bërë politikan. Dhe kur i shoh në televizor duke buzëqeshur dhe duke folur për vlerat kombëtare, mendoj për Gacho Çakon, që vdiq në një dhomë të ftohtë, duke mbajtur ende listën e tyre në zemër. Kjo dëshmi është eksplozive, sepse ajo nënkupton se ka prova, ka dokumente, ka emra. Dhe këto emra nuk janë vetëm kriminal të thjeshtë, janë njerëz që sot jetojnë jetë normale, që kanë ndërtuar karriera mbi gjëmat e viktimave si Gacho. Pyetja është: a do të dallin këto emra ndonjëherë në dritë? A do të ketë drejtësi? Deri tani përgjigjja ka qenë jo, por bota po ndryshon. Të rinjt po kërkojnë të vërtetën. Gazetarë të rinj po gërmojnë në arkiva, familjarë të viktimave po flasin, dhe ngadalë, shumë ngadalë, muri i heshtjes po filloi të plasarit. Ndoshta një ditë
emrat që Gaço shkroi në atë listë do të lecohen me zë të lartë. Ndoshta një ditë ata do të përballen me pyetje. Ndoshta një ditë drejtësia do të vijë, edhe nëse vjen me 30 vjet vonesë. Por deri atëherë, ne duhet të vazhdojmë të mbajmë gjallë kujtimin e Gaço Çakos, jo vetëm si artist, por si njeri, si baba, si bashkëshort, si viktime e një sistemi që e konsumoi dhe e hodhi tej. Sepse nëse ne harrojmë atë, ne harrojmë të gjithë ata që vuajtën si ai. Dhe nëse ne harrojmë ata, ne lejojmë që historia të përsëritet. Ne lejojmë që stërvtorët e rinj të vinë dhe të gjejnë viktima të reja, dhe cikli i dhimbjes vazhdon për jetë. Në sirtarinë e vjetër të trijezës së tij të punës, të fshehur në ndërrasa të lëvishme, familja gjeti një dokument që ndryshoi gjithçka. Ishte kopje e një kontrate e nënshkruar në shkurt të vitit 1993 midis Gaço Çakos dhe një kompanie private të quajtur Media Art Group. Në shikim të parë, dukej si marrëveshje e thjesht produksioni, por kur avokati e lexoi me kujdes, zbuloi të vërtetën tronditse. Ky dokument nuk ishte kontratë bashkëpunimi, ishte kontratë robrie. Neni 5 specifikonte se Gaço Çako nuk ishte të drejtë të refuzonte asnjë projekt që kompania propozonte. Neni 7 thoshte se çdo të ardhur nga koncertet, reklamat, shfaqjet publike do të shkonte 20% tek ai, te 10% tek kompania. Por më shokuese ishte Neni 9. Artisti pajtohet të mos publikojë asnjë deklaratë për shtyp, asnjë intervistë, asnjë koment publik pa miratimin me shkrim të kompanisë. Shkelja e këtij kushti sjell dënim financiar në lartësi $100,000 amerikan. Një avokat që shqyrtoi këtë dokument tha: "Kjo nuk është kontratë artistike, kjo është instrument kontrolli total." Ata e blen jo vetëm talentin e tij, por edhe zërin e tij, lirinë e tij, ekzistencën e tij publike. Çfarë detyroi Gaço Çakon, legjendën që kishte qëndruar kokfort përballë diktaturës, të nënshkruante këtë mjet poshtrimi? Përgjigja qëndron në atë që ndodhi 3 muaj më parë. Në nëntor të vitit 1992, Gaço kishte pranuar një ofertë për të prodhuar një album me këngë të reja. Ai ishte entuziast. Mendon se ishte shansi i tij për të rikthyer pas viteve të heshtura të periudhës së tranzicionit. Por për të realizuar këtë projekt, ai kishte nevojë për studio, muzikant, orkestër. Kostoja ishte $30,000. Ai nuk i kishte. Shkoi në banka, por bankat refuzuan t'i jepnin kredi. "Ju nuk keni kolateral", i thanë. Shtëpia e tij ishte ende në emër të shtetit, procesi i privatizimit ishte në kaos. Ai ishte në kurth. Atëherë u shfaq Media Art Group, si engjëll shpëtimtar. "Ne do t'u japim parat. Ju vetëm duhet të nënshkruani këtë kontratë standarde", i thanë. Gaço i dëshpëruar e lexoi shpejt pa vëmendje juridike. Ai pa vetëm fjalët investim, bashkëpunim, mundësi. Ai nuk pa zinxhirët që po i vjeshin. Firmosi, dhe në atë moment, ai nuk ishte më artist i lirë, ai ishte pronë. Por çfarë ishte në të vërtetë Media Art Group? Hetimet e mëvonshme zbuluan se kjo kompani ishte regjistruar vetëm 2 muaj para se të afrohej Gaço. Kapitali fillestar ishte vetëm $5,000, por në bankën e saj papritur shfaqen $300,000 kesh, pa asnjë shpjegim të qartë për origjinën. Sipas disa burimeve jo zyrtare, rrethej dyshime se kjo kompani mund të ishte fasad për operacione të dyshimta financiare. Disa emra të lidhur me të shfaqeshin në raporte policore për aktivitete të paligjshme. Ata kishin nevojë për mënyra legale për të lënë paratë pista. Dhe çfarë ishte më e përshtatshme se të investonin në art? Po govarivali se ata krijonin kontrata me artistë të famshëm, merrnin kontroll mbi emrat e tyre dhe pastaj përdornin këto emra për të fshehur transaksione të dyshimta. A ishte Gaço Çako pa e ditur bërmjeti diçka e më të errët? Emri i tij, fama e tij, mund t'i kishte shërbyer qëllimeve që ai nuk i kuptoi kurrë plotësisht. Dhe kur ai kuptoi se diçka nuk shkonte mirë, ishte shumë vonë. Kontrata kishte një klauzoll që thoshte: artisti nuk ka të drejtë të anullojë kontratën para 10 vjetësh. Anulimi i njëanshëm sjell dënim financiar dhe ligjor. Ai ishte i burgosur pa hekura. Ai ishte rob me dokumente zyrtare. Por historia bëhet edhe më e errët ku zbulojmë se kjo kontratë u përdor më vonë për ta shantazuar edhe më shumë. Në vitin 1996, kur Gaço përpiqej të shiste shtëpinë për të shpëtuar kamatarive, Media Art Group doli përpara dhe kërkoi pjesën e vet. Sipas Neni 12, çdo e ardhur nga shitja e pronave personale konsiderohet si burim i ardhurash që lidhet indirekt me aktivitetin artistik, prandaj bie në ndarjen të 10%, i tha avokati i kompanisë. Kjo ishte mashtrim i pastër, një interpretim absurd i kontratës.
por Gaço nuk kishte para për të paguar avokat që të luftonte në gjykat. Nuk kishte forcë psikologjike për të hyrë në një proces ligjor që mund të zgjaste vite. Ai pranoi. Nga shuma që mori për shtëpinë, 80% shkoi te Media Art Group. Ai mbeti me thërrime, dhe ato thërrime ju dha kamatarive. Në fund, nuk I mbeti asgjë. Asgjë përveç kontratës që vazhdonte ta mbante peng edhe pas se nuk ishte më asgjë për të dhënë. A mund të ekzistojë skllavëri më e përsosur se kjo? A mund të ekzistojë grabitje më cinike se kjo? Një avokat e drejtave të njeriut që shqyrtoi këtë rast vite më vonë, tha: "Kjo kontratë është shembull klasik I asaj që quhet kontratë leonine në të drejtën romake. Kontratë ku njëra palë merr gjithçka, pala tjetër nuk merr asgjë, por mban të gjithë përgjegjësinë. Në çdo vend me sistem ligjor funksional, kjo kontratë do të anullohej menjëherë si abuzive. Por në Shqipërinë e viteve 90, gjykatat ishin të korruptuara ose të paafta. Kompani të tilla vepronin me pandëshkueshmëri absolute, dhe njerëz si Gaço Çako ishin pre të lehta, sepse ishin të famshëm por të pambrojtur, të dashur por të izoluar. Kjo analizë juridike zbe vetëm një fakt: ligjin nuk e shkelin vetëm kriminalët e rrugës. E shkelin edhe njerëz me kostume, me avokat, me kontrata të printuara në letër me logo elegante. Vekrimi I tyre është edhe më I rrezikshëm, sepse duket legal, sepse duket civilizuar, sepse është I mbulluar me gjuhë teknike që fsheh mizori. Dhe kjo kontratë skllavëri do të mbetej e fshehtë për vite, derisa dikush vendosi të flas. Dikush që kishte parë gjithçka nga brenda. Nata kur Gaço Çako kuptoi se ngjeriu më I afërt I tij ishte tradhtar. Ishte në maj të vitit 1997. Ai kishte besuar te ky person për 30 vjet. E kishte konsideruar vëlla. Kishin ndar skenën, kishin ndar gjëmat e famës, kishin ndar sekretet. Ky person e kishte vizituar në shtëpi çdo javë, kishte luajtur me fëmijët e Gakos, kishte ngrënë në tryezën e tij. Ve tani, Gako po mësonte se gjithë këto vite, ky person po e shiste, po I jepte informacion rivalve, po I tregonte abuzuesve çdo lëvizje të Gakos, po utoshte kur Gako merrte para, nga I merrte, ku I mbante. Ishte si GPS njerëzor për grabitësit, si juda modern që nuk purte për 30 monedha argjendi, por për përqindje të heshtur nga çdo marrëveshje që shantazistët bënin me viktimën. Si e zbuloi? Një telefonat e gabuar. Një mbrëmje, telefoni I Gakos ra ndërsa ishte në banjë. Gruaja e tij që ishte në dhomë e ngre pa dashje. Një ana tjetër, një zë mashkullor tha: "Un kam bërë punën time. Ai ka heshur parat nga banka sot, siç të thash. Tani është radha jote." Gruaja njohu zërin, ishte miku I familjes. Ajo u ngri, ja dha telefonin Gaço kur ai doli dhe tha thjesht: "Dëgjo." Gaço mori telefonin, dëgjoi dhe fytyra ju bë e bardhë si shkretir. Ai nuk tha asgjë, vetëm uli telefonin ngadalë, u ul në skaj të shtratit dhe mbajti kokën me duar. Gruaja e tij thot se ai qëndroi kështu për orë të tëra, nuk qante, nuk bërtiste, vetëm rri në heshtje absolute, sikur diçka brenda tij kishte vdekur. Kur më në fund foli, tha vetëm: "Unë nuk kam më askënd." Dhe ajo frazë ishte e vërtet, sepse nëse njeriu që ti e beson më shumë se veten tate të tradhtoj, atëherë besimi si koncept ka vdekur. Javën tjetër Gaço e thiri këtë person në shtëpi, nuk I tha asgjë për atë që kishte zbuluar. Thjesht foli normal, ofroi kafe, buzëqeshi dhe pastaj në një moment nxori një zarf dhe ja dha. Brenda ka $500. "Dua që ti marrësh, sepse di se ke nevojë", tha Gaço. Miku e mori zarfin, e hapi, pa parat dhe buzëqeshi. "Faleminderit Gaço, ti je shpirti më I mirë që njoh", tha. Gaço e shikoi me një shprehje që gruaja e tij e përshkruan si shprehje njeriu që po shikon djalë me fytyrë njeriu. Pastaj tha ngadalë: "Unë e di çfarë ke bërë. E di se më ke shitur. Dhe po të jap këto para sepse dua që ti të dish se edhe kur më tradhtove, unë ende jam njeri. Por ti nuk je. Ti je diçka tjetër. Diçka që nuk ka emër në gjuhën time." Miku u ngrit, hoq zarfin në tavolinë dhe doli pa folur. Asnjë mohim, asnjë justifikim, vetëm heshtje që konfirmonte gjithçka. Ai nuk u shfaq më kurrë, por dëmti ishte bërë. Jo vetëm dëmti financiar, por dëmti shpirtëror që nuk shërohet kurrë. Një psikolog që punoi me viktima të shantazit shpjegon: kur dikush tradhtohet në një I afërm, traumë është më e thellë se çdo dhunë fizike, sepse dhuna fizike të plagos trupin, por tradhti të plagos identitetin. Ti fillon të dyshosh për gjithçka. Nëse ky person që unë e dija, që unë e doja, ishte armik, atëherë çfarë tjetër ka qenë gënjeshtër në jetën time? Çfarë tjetër nuk e di? Kjo dyshim konsumues shkatron aftësinë për të besuar, për të dashur,
madje për të jetuar normal. Shumë viktima të tradhtisë së tillë zhvillojnë depresion të thellë, tendenca vetvrase, paranoj kronike. Dhe në rastin e Gaço Çakos, ne shohim të gjitha këto simptoma në muajt e fundit të jetës së tij. Kjo analizë profesioniste na ndihmon të kuptojmë se çfarë po ndodhte me Gaço nga brenda. Ai nuk ishte thjesht njeri që ishte në telashe financiare, ai ishte njeri që po shkatërrohej eksistencialisht. Ai po humbiste jo vetëm paratë, po humbiste kuptimin e jetës. Sipas familjarëve, pas asaj përballjeje, Gaço u bë edhe më i mbyllur. Nuk dëshironte të shihte miq, nuk dëshironte të priste vizitor. Kur dikush trokiste në derë, ai fshihej në dhomë dhe dërgonte gruan të thoshte se nuk ishte në shtëpi. Një fqinje tregon se një ditë pa duke ecur në rrugë dhe kur e thirrri me emër, Gaço po shpejtoi hapin dhe bëri sikur nuk dëgjoi. Unë mendova se ndoshta kishte probleme me dëgjimin, por më vonë kuptova se ai thjesht nuk dëshironte të fliste me askënd. Kishte hyrë në një botë të tij ku askush tjetër nuk lejohej të hynte. Ky izolim social është një nga shenjat më të qarta të depresionit të rënd, dhe askush nuk e ndërhyri. Askush nuk mendoi të ras psikolog, të ras ndihmë profesionale, sepse në Shqipërinë e asaj kohe, shëndeti mendor ishte tabu. Njerëzit mendonin se burrat duhet të jenë të fortë, se të kërkosh ndihmë është dobësi. Dhe kështu, Gaço u le të mbytet në errësirën e tij të brendshme, pa asnjë shans shpëtimi. Por ka një dëshmi tjetër që shton edhe më shumë dhimbje në këtë tablo. Djali i Gaços tregon se në qershor të vitit 1997, babai i tij i tha diçka që e tronditi. Ishin ullur bashkë në balkon, në heshtje, duke parë rrugën e zbrazët. Pastaj Gaço tha: "Piro, nëse mua më ndodh diçka, premto se nuk do të kërkosh hakmarrje. Premto se do të jetosh jetën tënde dhe do të harrosh gjithë këtë." Djali tha: "Baba, çfarë po thua? Pse do të ndodh diçka?" Gaço buzëqeshi trish dhe tha: "Sepse unë jam i lodhur, shumë i lodhur. Dhe ndonjëherë njerëzit shumë të lodhur bëjnë gabime." Djali nuk e kuptoi atë botë se çfarë po nuk kuptonte babai i tij, por tani duke parë prapa ai e kupton. Gaço po fliste përfund. Ai po përgatitej mendërisht për atë që po vinte, dhe po përpiqej të mbrojë familjen nga dhimbja e asaj që do të ndiqte. Por si mund një baba të mbrojë fëmijët nga dhimbja e humbjes së tij? Si mund ai të ulë peshën e mungesës që do të lindte pas? Këto janë pyetje pa përgjigje, sepse disa dhimbje janë shumë të mëdha për të menaxhuar, shumë të thella për të shëruar. Në gusht të vitit 2018, pak javë pas vdekjes së Gaço Çakos, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Një grua e panjohur shfaqej në media duke kërkuar të fliste për Gaço Çakon. Ajo pretendonte se kishte informacione që do të ndryshonin gjithçka që njerëzit mendonin se dinin për legjendën. Gazetarët ishin skeptik. Shumë njerëz kishin dalë duke pretenduar se dinin të vërtetën për këtë ose atë figurë të famshme. Por kur kjo grua ul përballë kamerave dhe filloi të flaste, të gjithë në studio heshtnin. Sepse ajo nuk po fliste si admiratore, ajo nuk po fliste si kritike, ajo po fliste si dëshmitare. Unë jam Raimonda K. dhe kam qenë sekretare private e Gaço Çakos nga viti 1992 deri në vitin 1995, tha ajo. Gjatë atyre viteve, unë pash gjëra që askush tjetër nuk i pa. Unë organizoja takimet e tij, marrëdhëniet e tij me producent, kontaktet me mediat. Dhe unë dëgjova biseda që nuk duhej t'i dëgjoja. Unë kam e shtuar për 23 vjet, sepse kisha frikë. Por tani, pas vdekjes së tij, nuk mund të hesht më, sepse ai meriton që e vërteta të dihet. Ajo nxori nga çanta një dosie të trash, plot me dokumente, letra, fotokopje kontratash. Këtu është prova se Gaço Çako nuk ishte ai që mediat po përshkruanin. Ai nuk ishte artist që shpenzoi paratë e tij në mënyrë të pakujdesshme. Ai ishte viktimë e një sistemi të organizuar grabitjeje që funksiononte me përfshirjen e njerëzve nga medje, nga biznesi, nga struktura shtetërore. Ajo tregoi një letër që Gaço i kishte dërguar një ministri në vitin 1994, duke kërkuar ndihmë për të zgjidhur problemet me kontratën abuzive. Letra kur nuk u përgjigj. Unë e çova personalisht atë letër në zyrën e ministrit, tha Raimonda. Dhe javën tjetër, Gaço mori një telefon nga një person që i tha: "Mos bëj zhurmë ose do të pësosh pasoja." Si e dinin ata se Gaço kishte shkruar tek ministri? Gako vetë besonte se dikush brenda sistemit e kishte tradhtuar. Ai mendonte se sistemi ishte i korruptuar nga majat e baza. A ishte ai i drejtë? Kjo dëshmi ishte e fuqishme. Ajo konfirmohej atë që shumë kishin dyshuar, por askush nuk ishte provuar. Se korrupsioni nuk ishte fenomen izoluar, por ishte sistem që mbullonte të gjithë sektorët. Por pjesa më tronditëse e intervistës erdhi kur Raimonda filloi të fliste për listën.
Në vitin 1995, Gaço më kërkoi të shkruaja një listë me emrat e të gjithë njerëzve që ai besonte se e kishin tradhtuar ose shfrytzuar ta ajo. Ai më diktoi emrat një nga një dhe unë i shkruajta. Pastaj ai e mori atë listë, e vuri në një zarf dhe e vullosi. Më tha: "Nëse mua më ndodh diçka, kjo listë duhet të shkojë te gazetat." Unë e mbajta atë zarf për vite, por kur Gaço vdiq, unë u friksova. Mendova se nëse e publikoja, ata do të më bënin atë që i bën atij, kështu që e fsheh. Por tani unë nuk mund të jetoj me këtë barë. Tani është koha e vërtet. Ajo hapi zarfim përpara kamerave. Brenda ishte një letër me doshkrim të Gaço Çakos, me 10 emra. Disa nga ato emra ishin producent të njohur, disa ishin menaxher. Një ishte gazetare që kishte shkruar artikuj kritik për Gaçon në vitet 90. Një tjetër ishte politikan që tani ishte në parlament. Raimonda tha: "Këta ishin emrat që Gaço Çako në dhimbjen dhe zhgënjimin e tij i konsideronte armiq, por a ishin ata vërtet armiq apo thjesht njerëz që kishin qëndrime të ndryshme?" Unë i kërkoj publikisht shoqërisë shqiptare: a do t'i therasim këta njerëz të japin llogari? A do të hetojmë se çfarë bën? Apo do të vazhdojmë të bëjmë sikur asgjë nuk ka ndodhur? Kjo intervistë shkaktoi një tërmet mediatik. Për disa ditë të gjithë po diskutonin, por pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Mediat filluan të heshtnin. Artikuj që ishin duke u shkruar u anulluan. Intervistat të planifikuara u shtuin për arsye teknike. Raimonda K. mori mesazhe kërcënuese në telefon. "Mos vardë, ose do të pësosh", i than. Ajo shkoi në polici për të raportuar kërcënimet. Policia e regjistroi ankesën, por nuk ndërmori asnjë veprim. Brenda 2 javësh, historia u harrua. Njerëzit kalluan në skandale të reja, dhe emrat që ishin përmendur në listën e Gaços vazhduan jetën e tyre normale, pa u pyetur asnjëherë. Ky është fuqia e sistemit. Ky është fuqia e heshtjes së organizuar. Edhe kur e vërteta del në dritë, ajo mund të mbullohet përsëri nëse ka mjaft njerëz të fuqishëm që duan që ajo të mbetet e fshehur. Por Raimonda nuk dorëzohet plotësisht. Sot, në vitin 2020, ajo ende mban kopjet asaj liste. Ajo ende kërkon drejtësi. Ajo thot: "Unë e di se shumë njerëz mendojnë se jam e çmendur, se jam e fiksuar pas diçkaje që ka ndodhur shumë kohë më parë, por unë nuk po kërkoj hakmarrje, unë po kërkoj njohje. Njohje se Gaço Çako ishte viktim, jo fajtor. Njohje se sistemi e vrau, jo sëmundja. Njohje se ata njerëz që sot ecin me kokë lart kanë gjak në duar, madje nëse ai gjak është i padukshëm." Kjo këmbëngulje e saj është me admirueshme, sepse në një botë ku shumë njerëz harruan shpejt, ku drejtësia shpesh humb nga lodhja, individ si Raimonda janë ata që mbajnë gjallë kujtimin dhe shpresën se një ditë e vërteta do të triumfojë. Por çfarë mendon familja e Gaço Çakos për këtë? Djali i tij Piro tha në një intervistë të rrallë: "Ne e dim se babai im nuk ishte perfekt. Ai bëri gabime si çdo njeri, por ai nuk meritonte ato që i bën. Ai nuk meritonte të vdesi vetëm, i friksuar, i zhveshur nga gjithçka. Dhe ne do të vazhdojmë të luftojmë që emri i tij të rehabilitohet. Jo për ne, por për të gjithë artistët e tjerë që kanë vuajtur si ai, dhe që mund të vuajnë në të ardhmen nëse sistemi nuk ndryshon." Kjo deklaratë është thirrje për ndryshim strukturor, sepse tragjedia e Gaço Çakos nuk është vetëm histori, është paralajmërim. Paralajmërim se çfarë ndodh kur shoqëria vendos famën mbi njeriu, kur vendos profitin mbi dinjitetin, kur vendos heshtjen mbi drejtësinë. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të kërkojmë përgjigje, një pyetje mbetet në ajër, si hi që nuk shpëndahet. Nëse Gaço Çako, një figurë kaq e dashur dhe e njohur, nuk arriti të gjejë drejtësi, çfarë shanse kanë njerëzit e zakonshëm? Nëse zëri i tij u shtyu, sa zëra të tjerë janë duke u shtyre tani në këtë moment në Shqipërinë e sotme? Sa familje të tjera po qajnë në heshtje duke ditur se askush nuk do t'i dëgjojë? Këto janë pyetje që kërkojmë përgjigje nga ne të gjithë, sepse drejtësia nuk është përgjegjësi vetëm e gjyqtarëve ose policëve. Drejtësia është përgjegjësi e çdo qytetari që zgjedh të flasë, që zgjedh të mos hesht, që zgjedh të mbajë gjallë kujtimin e atyre që vuajtën, derisa sistemi t'i jap fund mizorisë së tij. Në një apartament të vogël në periferi të Tiranës, të fshehur pas një dyqani të vjetër rrobaqepsish, Gaço Çako kishte një vend ku askush nuk e kërkonte. Fqinjet e asaj ndërtese nuk e dinin se kush ishte burri që hynte her pas here me qelësat e tij, me kokën ullur, me hapa të rënduar. Ata e mendonin si një pensionist të zakonshëm që ndoshta kishte qera atë vend për të ruajtur sende të vjetra. Por e vërteta ishte shumë më e errët. Ky apartament ishte burgu i tij i fshehtë. Vendi ku ai shkonte kur nuk duronte më të shtirte forcën përpara familjes. Vendi ku ai bëhej njeri që vërtet ishte, i shkatëruar, i dëshpëruar, i thyer.
Një grua që jetonte në katin e sipërm tregon se shpesh e dëgjonte duke qarë në orët e vona të natës, ishin tinguj që nuk I haroj dot, thot ajo. Nuk ishte të qarit normal, ishte ulërim që dilte nga thellësitë e shpirtit. Ndonjëherë dëgjoja duke folur vetëm, ose ndoshta po lutej, nuk e di. Por ishte zë njeriu që po luftonte me demona që askush tjetër nuk I shihte. Një natë, kjo grua vendosi të trokas në derën e tij. Kishte dëgjuar një rrokje të fortë, sikur diçka ishte rrëzuar. Ishte shqetësuar se ndoshta ishte lënduar. Trokiti disa herë, askush nuk u përgjigj, por nga brenda dëgjoi zërin e tij. Largohu, ju lutem, largohu. Ajo u largua duke ndier një ftohtësi që nuk vinte nga ajri, por nga diçka më e thellë. Mendova se ndoshta ai po vdiste atje brenda, dhe nuk donte që askush ta shihte, thot ajo. Çfarë bënte Gaço Çako në atë apartament? Pse shkonte atje? Pas vdekjes së tij, familja hyri atje për herë të parë dhe zbuloi përmbajtjen. Domat ishin pothuajse të zbrasta, vetëm një tavolinë e vjetër, një karrige dhe në koshe një dyshek I holl pa çarçaf. Në tavolinë ishin grumbuj letrash, letra që Gaço kishte shkruar, por kur nuk I kishte dërguar. Letra drejtuar ministrave, drejtuar gazetarve, drejtuar avokatëve, drejtuar Zotit. Letra që shtjellonin të gjithë dhimbjen e tij, të gjithë urrejtjen e tij, të gjithë dashurinë e tij që nuk kishte ku ta derte. Vajza e tij leksoi një nga këto letra dhe nuk arriti ta mbaronte. Nuk mund ta leksoja më, thot ajo. Ishte shumë e dhimbshme, ishte sikur po leksoja ditarin e dikujt që po e hante vetja nda brenda. Në një prej atyre letrave, Gaço shkruante: Unë erdha këtu sepse në shtëpi duhet të jem baba. Këtu mund të jem thjesht njëri I dështuar. Këtu mund të bërtas pa I trembur fëmijët. Këtu mund të pranoj se jam thyer pa u turpruar përpara atyre që më duan. Por apartamenti nuk ishte vetëm vend reflektimi, ai ishte edhe vend takimesh të errta. Sipas dëshmive të fqinjve, ndonjëherë vinin vizitor, burra që nuk përshëndesnin kur takoheshin në shkallë, burra që mbërrinin me makina pa targa ose me targa të fshira nga ballta. Ata hynin shpejt, qëndronin brenda për 20-30 minuta dhe dilnin edhe më shpejt. Kur dilnin, Gaço nuk dilte me ta. Ai mbetej brenda për orë të tëra. Njëherë, një nga ata burra doli dhe po fliste në telefon me zë të lartë, tregon një fqinje. Ai tha: E bëra punën, ai do të paguaj. Pastaj hypi në makinë dhe u largua me shpejtësi. Kush ishin këta burra? Çfarë pune po bënin? Familja dushon se ata ishin pjesë e rrjetit që po I shtunte Gaçon. Ndoshta ata ishin lajmtarët që sillnin ultimatume të reja, shuma të reja, kërcënime të reja. Ndoshta ata ishin ata që dorëzonin dokumente që Gaço detyrohej të nënshkruante në shantazh. Dhe në atë apartament, në atë dhomë të errët dhe të ftohtë, Gaço Çako nënshkroi dokumentin e fundit. Ishte në qershor të vitit 2018. Sipas një dëshmie të një personi që pretendon se ishte ndërmjetës, por që flet vetëm anonim, atë ditë Gaço ishte thirrur atje për t'u takuar me dikë që ai e quante personi që vendos. Unë e çova mesazhin, thot ky person. I thash: Nëse nuk vjen, ata do të shkojnë te djali jot. Ai erdhi. Ishte I zbehur, me sy të kuq. Burri që po e priste nuk humbas të kohë. Nqori një dokument dhe ja vuri përpara. Tha: Firmos këtu dhe ne do të harrojmë gjithçka. Gaço I lexoi dokumentin. Ishte transferim pronësie mbi të drejtat intelektuale të gjithë veprave të tij. Ai refuzoi. Tha: Këto janë për fëmijët e mi. Burri buzëqeshi dhe tha: Fëmijët e tu nuk do të kenë nevojë për asgjë nëse ti nuk je më këtu. Gaço e kuptoi kërcënimin, por përsëri refuzoi. Atëherë burri nxori një foto ku shihej djali I Gaços duke dalë nga një bar vonë në natë. Burri tha: Aksidentet ndodhin, veçanërisht natën në rrugë të errta. Gaço e mori stilolapsin dhe firmosi. Kjo dëshmi, nëse është e vërtet, zbulon shkallën finale të shantazit. Nuk ishte më përpara, ishte për shpirt, ishte për t'i marrë edhe atë që I kishte mbetur, trashëgiminë artistike që donte t'u alinte fëmijëve. Por edhe pas kësaj firmimi ai nuk u lirua, sepse dokumenti që firmosi nuk ishte vlerë ligjore të plot pa vërtetim notarial dhe nuk e mori kurrë në noteri. Kjo do të thotë se firma e tij ishte simbolike, një provë dobësie psikologjike, por jo transferim real. Megjithatë, dëmi ishte bërë. Gaço kishte humbur betejën e fundit brenda vetes. Ai kishte pranuar se nuk ishte më fuci. Ai kishte pranuar se ishte I dorëzuar. Dhe ky pranim është momenti ku shpirti vdes, edhe nëse trupi vazhdon të marrë frymë për pak kohë më tepër. Në një takim të fshehtë në një kafe të largët, 3 ditë para vdekjes së Gaço Çakos, një person që ai nuk e kishte parë për vite, erdhi ta vizitoj. Ky person kishte qenë oficer në sigurimin e shtetit gjatë diktaturës. Ai kishte monitoruar artistët, aktorët, intelektualët.
Ai kishte qenë ai që vendoste kush meritonte të udhtonte jashtë vendit, kush meritonte role kryesore, kush meritonte ndëshkime të heshtura. Gaço e njihte këtë fytyrë, e njihte shumë mirë. Kishte pasur takime të detyruara me të në vitet 80, takime ku ai duhej të raportonte për kolegët e tij, për atmosferën në teatr, për biseda që dëgjonte. Gako kishte refuzuar të bëhej informator, por ky refuzim kishte pasur çmimin e vet. Presion të vazhdueshëm, dyshime të vazhdueshme, karrierë mbajtur gjithmonë në vëzhgim. Dhe tani, 30 vjet më vonë, ky njeri u lej përballë tij përsëri, por jo si oficer, si biznesmen. Ai ishte bërë i pasur pas rënies së regjimit. Kishte investime në media, në ndërtim, në turizëm. Ishte bërë pjesë e elitës së re. Por rënjet e tij ishin të vjetra dhe të errta. Gaço, sa kohë, tha ai duke buzëqeshur. Ti duket mirë, megjithse kam dëgjuar se ke pasur disa vështirësi. Gaço nuk u përgjigj, vetëm e shikoi me shprehje që një dëshmitar e përshkroi si shprehje. Njeriu që po shikon gjarprin që po i afrohet. Oficeri vazhdoi. Unë erdha për të ofruar diçka, një zgjidhje për problemet e tua. Unë kam lidhje, mund të bëj që kërcënimet të pushojnë, por duhet diçka nga ti. Gaço pyeti, çfarë? Oficeri nxori një dokument. Kjo është deklarat ku ti thua se gjithçka që të ka ndodhur ishte faji yt. Se ti ke keq menaquar parat, se askush nuk të ka shantazuar, se ti je vetë përgjegjës për gjendjen tënde. Firmos këtë, dhe unë garantoj se asnjë nga ata njerëz që të shqetësojnë nuk do të afrohet më. Gaço lexoi dokumentin, pastaj e shtiu mbrapsht përmes tavolinës. Jo, tha, unë nuk do të gënjej. Unë nuk do të them se çfarë më kam bërë ishte faji im. Oficeri humbi buzëqeshjen. Gaço, ti po bën gabim. Nëse nuk bashkëpunon, gjërat do të përkeqësohen. Gaço u ngrit. Ato nuk mund të përkeqësohen më. Ti dhe ata si ti më keni marrë gjithçka. Çfarë më mbetet që mund të më merrni? Oficeri u ngrit gjithashtu. Emrin tënd, reputacionin tënd, atë që njerëzit mendojnë për ty, ne mund ta shndërojmë atë në baltë. Gaço buzëqeshi për herë të parë në atë takim, por ishte buzëqeshje e dhimbshme, buzëqeshje e njeriu që ka humbur gjithçka dhe nuk ka më asgjë për të humbur. Bëheni, tha, unë nuk do të jem më këtu për ta parë. Dhe doli nga kafja. Kjo ishte hera e fundit që dikush e pa Gaço Cakon jashtë shtëpisë së tij. Ky refuzim për të firmosur deklaratën ishte vepra e fundit e dinjitetit të tij. Ai mund të ishte tyer fizikisht, mund të ishte lodhur mendërisht, por ai nuk e dorëzoi shpirtin. Ai refuzoi të jetonte si gënjeshtar, refuzoi të mbrojë ata që e kishin shkatërruar. Dhe ky refuzim, sipas disa, mund të ketë qenë momenti që vullosi fatin e tij. Sepse kur dikush bëhet kërcënim jo për atë që ka, por për atë që di dhe refuzon të heshtë, ai bëhet rrezik që duhet eliminuar. A ishte Gaço Cako eliminuar? Apo thjesht trupi i tij, i lodhur nga vite shantazi dhe stresi, nuk duroi më? Këto janë pyetje që mjekët nuk mund t'i përgjigjen, sepse vdekja zyrtare ishte infarkt. Por çfarë shkakton infarkt? Stresi kronik, frika e vazhdueshme, ndjenja e pafuqishmërisë. Të gjitha këto janë armë vrasëse që nuk lënë gjurmë në trupin fizik, por që vrasin njësoj si çdo armë tjetër. Një kardiolog që nuk ishte pjesë e ekipit që trajtoi Gakon, por që shqyrtoi dokumentet e tij mjekësore pas vdekjes, tha: ky pacient kishte profilin klasik të personit që vdes nga stresi i akumuluar. Presioni i gjakut i lartë kronik, ritëm i parregull zemre, shenja ankthi të vazhdueshëm. Në kushte normale këto janë faktor rreziku, por nuk të vrasin domosdoshmërisht. Por kur kombinohen me ngjarje traumatike të përsëritura, me mungesë gjumi, me ushqim të pamjaftueshëm, me izolim social, trupi thjesht nuk mban më. Zemra ndalon, jo sepse ka defekt, por sepse është lodhur së luftuari. Kjo shpjegim mjekësor është e fuqishme sepse na tregon se vdekja e Gakos nuk ishte natyrale në kuptimin klasik, ishte pasojë e kushteve jo natyrale në të cilat ai jetoi vitet e fundit. Ishte vrasje ngadaltë, e organizuar, e pandëshkuar. Në një mëngjes gushti në orën 6:30, gruaja e Gako Cakos u zgjua dhe vuri re se bashkëshorti i saj nuk merrte frymë. Ajo e tundi, ai nuk u zgjua. Ajo bërtiti. Fëmijët erdhan duke vrapuar, thirrën ambulancën. Por kur mjekët arritën, ata e deklaruan të vdekur në vend. Shkaku zyrtar, infarkt masiv. Koha e vdekjes, rreth orës 5:30 të mëngjesit, sipas temperaturës së trupit. Kjo do të thotë se ai vdiq në gjumë ose në orët e para të mëngjesit, ndërsa familja flinte në domat e tjera. Vdiq vetëm, në errësirë, pa mundur të tërras ndihmë, pa mundur të thosh fjalët e fundit. Vdiq ashtu siç kishte jetuar muajt e fundit, në heshtje, në dhimbje, në izolim.
Por një detaj i vogël në raportin e mjekut ligjor shkaktoi pyetje. Në trupin e tij u gjetën gjurmë të përdorimit të kohëve të fundit të një bari natyrore të quajtur valerian, që përdoret për qetësim. Por gjithashtu u gjetën nivele jashtëzakonisht të larta të kortizol, hormoni i stresit. Kombinimi i këtyre dy është i pazakont. Nënkupton se Gaço po përpiqej të qetësohej me barna të lehta natyrore, por trupi i tij ishte në gjendje alarmi maksimale. Mjeku ligjor e shnoi këtë, por nuk e hetoi më tej. Dosja u mbyll shpejt. Familja nuk kërkoi autopsie të plot, ata donin thjesht të mbaronte. Donin të varnin të vdekurin, të mbanin zije dhe të përpiqeshin të jetonin më tej. Por pyetjet nuk u varrosën bashkë me trupin, ato mbeten gjallë. Në funeral erdhën qindra njerëz, artist, fanse, njerëz të thjeshtë që i kishin dashur, por vunë re se disa fytyra që pritej të ishin atje nuk ishin. Producenti që i kishte ndihmuar nuk erdhi. Miqtë e vjetër nga teatri nuk erdhën. Oficeri i sigurimit të shndëruar në biznesmen nuk erdhi. Dhe kjo mungesë ishte më e fortë se çdo pranim faj, sepse ata që nuk erdhën ishin ata që dinin të vërtetën. Ishin ata që nuk guxonin të shihnin trupin e njeriut që kishin ndihmuar ta shkatërronin. Një grua e moshuar që kishte qenë fqinje e Gaços në vitet e diktaturas, qau me zë të lartë gjatë ceremonisë. Ata e vran, vërtiti ajo, ata e vran legjendën tonë. Njerëzit e qetësuan, duke menduar se ishte thjesht emocione të mbingarkuara. Por ajo përsëriti. Ju nuk e dini çfarë bën, por unë e di, unë e pash, ata e vran. Pas varrosjes jeta vazhdoi. Mediat shkruan artikuj përkujtimore, televizioni shfaqi dokumentar të shkurtër, politikan dhanë deklarata për humbjen e madhe për kulturën shqiptare. Por askush nuk foli për shkaqet e vërteta. Askush nuk përmendi shantazhin, kontrata abuzive, kërcënimet, izolimin. Të gjithë folën për artin e tij të pavdekshëm, por askush nuk foli për vuajtjen e tij shumë njerëzore. Dhe kështu edhe në vdekje, Gaço Çako u instrumentalizua. U bë simbol që mund të përdore për qëllime politike, për nostalgjin kulturore, për retorikën e zbrazat. Por nuk u bë pyetje vërtet. Pse e lam të vdiste kështu? Pse nuk ndërhyem? Pse lejuam që një hero kombëtar të përfundonte i zhveshur nga gjithçka, i rrethuar nga kërcënime, i haruar nga sistemi që një herë kishte festuar? Në vitet që pasuan, disa dokumente të reja dolën në dritë. Një gazetar investigativ mundi të merrte akses në dosien e Media Art Group dhe zbuloi se kompania ishte mbyllur vetëm 3 muaj pas vdekjes së Gaços. Të gjitha asetet e saj u transferuan në një kompani tjetër me pronar të panjohur të regjistruar në Maltë. Gjurmët u humban. Parat që ishin marrë nga Gaço, të drejtat që pretendoi se ishin transferuar, të gjitha u zhdukën në strukturat e paqarta të financave ndërkombëtare. Asnjë hetim nuk u hap, asnjë person nuk u ndëshkua. Dhe njerëzit që ishin në qendër të kësaj historie, shumica prej tyre jetojnë jetë normale sot. Disa janë pensionuar me pasuri të konsiderueshme, disa kanë vdekur nga pleqëria. Asnjë prej tyre nuk ka kërkuar falje publikisht, asnjë prej tyre nuk ka pranuar përgjegjësi. Dhe familja e Gaço Çakos jeton me dhimbjen që drejtësia nuk erdhi kurrë. Por çfarë mësojmë nga kjo histori? Çfarë duhet të mbajmë në zemër? Që fama nuk është mbrojtje. Që të qenit i dashur nga publiku nuk të shpëton nga grabitësit. Që sistemi kur është i korruptuar nuk dallon midis të famshëmve dhe të panjohurve. Të gjithë janë pre, nëse janë të dobët, nëse janë të vetëm, nëse janë të heshtur. Historia e Gaço Çakos është pasqyrë e një shoqërie që humbi vlerat themelore në kaos të tranzicionit. Shoqëri ku ligji u bë mjeti të fortëve, ku drejtësia u shit me para, ku njerëzit që duhej të mbronin qytetarët u bën vetë grabitës. Dhe në këtë kaos, artistët, intelektualët, njerëzit e kulturës u bën viktima më të lehta. Sepse ata nuk kishin armë, nuk kishin banda. Kishin vetëm talent, emër dhe besimin naiv se shoqëria do t'i mbrojë. Po shoqëria nuk i mbroi. Dhe Gaço Çako vdiq i tradhtuar jo vetëm nga individ, por nga sistemi i tërë. Vdiq duke ditur se letra e tij nuk do të leçohej. Vdiq duke ditur se emrat që ai shkroi nuk do të përballen me drejtësi. Vdiq duke ditur se historia do të harronte dhimbjen e tij dhe do të kujtonte vetëm performancat e tij. Por ne sot nuk do të harrojmë. Ne do të mbajmë gjallë këtë histori. Do t'ua tregojmë brezave të rinj. Sepse vetëm duke kujtuar gabimet e së kaluarës, ne mund të parandallojmë përsëritjen e tyre në të ardhmen. Dhe prandaj, pyetja jonë për ju është: a mendoni se Gaço Çako ishte viktimë e sistemit, apo ai mori vendime të gabuara që e çuan në tragjedi? A ishte ai hero që u traftua, apo njeri që nuk diti të luftonte mjaft fort për veten dhe familjen e tij? Shkruani mendimet tuaja në komente, sepse kjo histori nuk është vetëm për Gaço Çakon, është për të gjithë ne.
Është për çdo njeri që ka vuajtur në heshtje. Është për çdo familje që ka humbur dikë në rrethana të dyshimta. Është për çdo shoqëri që zgjedh të hesht në vend që të flas. Nëse kjo histori ju prek, nëse mendoni se e vërteta duhet të dihet, vendosni një pëlqim në këtë video. Ndajeni me miqtë tuaj. Abonohuni në kanalin ton, sepse ne do të vazhdojmë të zbulojmë histori që të tjerët duan t'i mbajnë të fshehura. Sepse vërteta, edhe kur është e vimshme, meriton të dëgjohet. Dhe Gaço Cako, edhe nga vari, meriton që zëri i tij të dëgjohet më në fund. Historia e tij na mëson se heshtja është armiku më i madh i drejtësisë, që kur ne nuk pyesim, kur ne nuk kërkojmë llogari, kur ne pranojmë versione zyrtare pa hetuar më tell, ne bëhemi bashkëfajtor në tragjedi. Dhe prandaj, detyra jona është të mos harrojmë, të mos lejojmë që emrat si Gaço Cako të bëhen thjesht statistika, thjesht tituj në gazeta të vjetra, thjesht kujtime që zbehin me kohën. Faleminderit që na ndoqët deri në fund, dhe mos harroni, drejtësia mund të vonojë, por nëse ne nuk heshtim, ajo një ditë do të vijë.